Ky emision mundsohet nga Enzo Attini, Ujë Selita, Sistemi Mbeturinave Capella, Golden Eagle, Dental Med Austria, Beu, Just Cavalli, Muscle Gain Albania, Mates, Lavender Clinic. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose në dyqanin ton fizik tek sheshi Wilson, Tiranë. Duke filluar nga 20 euro në muaj. Një gjë është e sigurt. E ndjek modën apo nuk ja var fare. Ngre 10 apo 100 kg. Ujë ke për të pi. Ke kosat duash, apo s'ke fare ko. Ta knaq shpirtin të lavaja, ose muzika elektronike. Je nga veriu, apo nga jugu. Ujë ke për të pi. Ajo çfarë dua të them, është se kur të pish ujë, pi ujin më të mirë. Ujë Selita, për të mirën tënde. Për shefi, si sot një Golden Eagle jam tu i pi. Po mje pa adrenalin, vapën më nalin. E kom lel krejt shoshnin, e ka pa mikrofonin. Jo mush energji. Hej shok, rritja zonin. Pije me uksu, për me festu. Pije me dashti, se mot bir nuk i. Pije me dashti, se ma të birë nuk i. Elshon ler e drejtën kontinjer. Capella Kosova. Je lumtur? Shumë. Përshëndetje, neve të bëjmë një. Mund ta posësh nëse. Me Dental Med Austria. We could go ban for ban. Fuck that, we can go M for M. Mama got a body like Kim and them. Mama been killing that gym. We can go watch from chain to chain, the rings on him. I done got rich, but I'm still with this shit, land in London and go to the ends. E para dhe vetëm mënyrë organike në Ballkan.
Përshëndetje, prej me Meriton Mjekiqit, drejt për drejt, jo po të gjiru me në Top Channel, është kënaqësi që të ftuar sot Gjej Rastin me I pas, dhe ka qenë për dëshirën time. Arsyeja e parë është sepse du me I falëndëru, se janë dy personalitete, dy artista që kam besu mu, edhe unë e kum po gjirimin e parë të kësaj platformës në jetën time me Blontin edhe Zhitën, shokët mi, Shaolin Gang, edhe du mi u falëndëru shumë që patët pranum para 7 vjetë që të parin gjerim me ardhë edhe me pranu idenë tanë. Faleminderit Gji. Edhe po na vjen mirë që edhe ti ke arrit edhe ti Normal. me emisionin. Atëherë kur pa të marrë në emisionin e parë, konë interesante, konë ndryshe. Ka konë qenë fillimi. E vërtet, ka qenë fillimi im I një diçkajës Po, diçka që su bo, këna. që su bo, edhe në momentin e parë që ja pa ta prezentu idenë, e pa të në pranu, edhe më kanë thonë që na kena me të përkrah ty. Sakt. Në ato kohë, ka qenë diçka shumë virale, disa barcoletat juve, disa keqkuptime. Edhe atëre se u bë kohë. ka qenë dhe fillimi I Shaolin Gang. Edhe ka qenë fillimi, bravo, I Shaolin Gang dhe I patëm shpërndat se deja, patën arë studio. Edhe promovimi, edhe këtu e patëm bo se një farë lloj promovimi, kongve. Po. I kena bo. Po jam mirë njës, faleminderit shumë, djema, edhe... Fjalët e mira. Apo më kallëzoni qysh jeni këto kohë, qysh po kaloni? Mirë, shumë mirë, shumë, faleminderit, perfekt. Na I tre, qysh ka si jeta gjatë këtyne vitëve? All good, kejtë perfekt, a. Jena të bojsh tash të marrë me muzika, pak jena të bu albumin. Tululu 3. Tululu 3. Kogja I veçan Tululu 3, unë e dëgjova më prapa skenat mbrapa, ku mi dhat ju ca detaje dhe sonte ekskluzivisht, kena me bo një performant cilën se kanë dëgju ma herët që është pjesë e albumit. Pyetja është, a keni mendu ndajherë Blunt edhe Zhit me u kthy? Në Blunt dhe Zhit. Po na ka njerë kthejëm Blunt dhe Zhit ka njerë, jo, po me të Real One që njojnë. Po, jo, ashtu, jo. Ja. Jo, tash na jena Ka Shaolina. në kohë për shembull që bojna komercial ose kena bone komercial ose në çka në ndërrim, po A më kështu peqja kena nis me Shaolin, ka me Shaolin, po, shumë. sakt. Pse s'menoni me u kthy? Prej Jo jeni konë shumë të preferu. Se na e kena kryat pjesë. Ajo, po. Shme thonë kjo Ka kalu ajo kohë, apo ka kupton? kalu e kohë e jona, vëdhen? Thjesht. E kena që lojnë tjetër kënë tash. Kjo kur thoni ka kalu ajo kohë. Po. Unë po mundona sot paka shumë përveç koqev që I bojnë edhe që I lujna në emision. Unë po du me nxerë një anë të dëve që nuk e kanë pa dhe nuk e kanë dëgju ma herët. Cila u konë arsyeja që ju e keni lënë Blondin edhe Real One në industritë muzikës, po thom DJ edhe reper, dhe I një kthy në Shaolin Gang dhe ti je hinë në muzikë. Po, arsyeja, po që në muzikën ju në konë gjithë. Nuk po. po konë këtë shka e re kërë ju mjë në mere pëvalë që me thonë, ue, që u bo nomi tash, a vëdhen, kësë konë kur gjë. Okej. Kësë sensë, se unë që aty ju në konë gjithë. Unë që aty ju në konë gjithë, dhe më thonë, nuk o kë sensë, është shka kë e re që e këmë bo në atë punë, vëdhen. Nuk është që jënë që di gjinja, për shamë që ata të paktën kolegë, në shta me thonë. Edhe... Normal. Shkjo tripi, edhe pi që jena hinë Shaolin, pi që kena kriju Shaolin Gang, normal tani kena nalë me Blunt and Real. Se që kjo është e ardhmja jonë. Normal se na kena që so vite që na s'ken, edhe kështu. Edhe na mujna me bu këto, se këto nuk mërët me bu gjithkush. Normal. Që për shamë me marë ti kështu me këshyrë lëllë, shamë na e na konë e nara, po. Tani mos e nara, u konë Blunt, u konë Real. Apo, tash e Shaolin. Këtë në 3 sene komplet ndryshe njona me tjetërën. Se cila e ka Krejt komplet, unë s'besoj që ka dikush fërë që bënë si sene. Apo unë e s'pëditi kanë, s'po më kujtohet mu dikush. Edhe du me thonë tash na e jena Shaolinat dhe bojna këtë tjetër shka. Kjo është tjetër muzikë, tjetër tek, këtë tjetër shka vlo, tjetër njeri është, tjetër karakter. Pse nuk është, në fakt, e përmenet edhe një kohë caktume që një konë edhe Enar edhe tani Blunt Real dhe kështu me radhë. Pse s'është ma showbizi në prajmin e duhur si që ka qenë para 5 vjetë, 6 vjetë, 10 vjetë. Po.
Cilat janë arsyet? S'di, menoj kreativiteti, kohëve të fundit u zhduk të estrada, se me thonë të artistat, se diqysh pe bëjnë kongë paka shumë shpejta. Edhe këtë njëjta, se që ma shumë ka prodhim se kvalitet, a që me thonë. S'po di që me thonë. A vëdin se veç po qesin sene, po ato nuk po zgatin. Për shembull ti nuk i ma kongë që të me ty me vite. Konga del për marrë shemë dhe ku me di çfarë hiti me koni madh veror, se i leqë jas hite së që ka, për qëtu komerciale që po bojnë po foli. Shemë del as një avdit nuk bëhet, edhe harrot me njerë, maksimumi që me mund me të ngush ty një muj 2 hajde verës, u kry, u harruaj e kongë, bile as artisti mos ta knën koncert në shta. Pse mo nuk qëndrojnë edhe nuk janë kualitet si që kanë qenë ma herët? Po pëse njerëzit nuk bojnë ma muzikë për me ngu për qef publiku, bojnë muzikën vish me hinë klub, shpejt, vish me knu shpejt kamër edhe ecë, muzika është mu bo për qef. Edhe mu bo për njerëz. Ata se bojnë ashtu, bojnë ndryshe. Kreativiteti ka hub, do me thonë. Edhe tani tu qitë kongë se s'din mas qa dhezë, dhe tani vi qesin kongë, qesin, edhe ty nështë edhe 1-20 dhe mund të pi dhezë një avdit, që thash, 2 avdit, ose heq. Problema, dhe për që ata dhe u bo këtë lugë është muzika. Edhe publika nuk e akceptën, se janë bo këtë njëjtë është. Amo nuk asë që publika është fort të ingush të sene, me bojë drejt. As pak. Më dhe nësë që fort të ja futë synë të sene. Nështë ta ma shumë vlerësohen kongë të vjetra, hitet e vjetra për marë shambull. Që po të marë dhe lofin me gjijin, me vestin. Që vëshën, se për i me hitet e vjetra, për shumë njerës një ritme të ose e kanë testu kohën. A më një hit për me met një hit, qëre për me met një hit, klasik, me met dhët ma shumë se 10 vjet me kalu. Nuk më në përshamë me 1 vjet me thonë, shkjo kry, shkjo met, që më nështë arrut mas 2 vjetë, po kur ti kalën një dekat mirë, që atër mund, edhe halo është fresh, që atër mund me thonë, shkjo është klasik, shkjo ko me met, du me thonë, nakë për shamë në qitë rast, kena plët që se. Shilën e kene një, që... Po e kena plët së mdën ti, e kena gjizet, e kena... Sedatin, e kena... Së mdën ti. E kena vesh me të pas ty. Po. E kena... A bon 10 vjetë, a? E kena klasik, e kena ajaj, Kena shumë do me thonë klasika që kanë bjetu, hej. Me enarat e... Enarat e, do me thonë ketë janë këto... E ta Shaolin Gang është që e reja, gji. Pa jo është pak kapdin, është halo para kohës që me thonë. Qëto është kjo? Qëqërë, edhe atëherë kërë i në kohën për shembull, ngëm? Edhe atëherë kërë i në kohën gjinja ka thonë, pse është kjo, se qa është kjo? Në atë kohë? Po, për ma shemë të hejnë, nga kanë bo, pse për thu ti gej. Ose, pse ti për thu kështu, se gjinja s'ka me pëlqy, pse ti për shanë, cicën shembull. Po që tash kanë kalu 15 vjet gjinja alo e ngojnë si me konsët. A të në shumë puna, kur je për para, njerës nuk e kuptojnë. A bedin, gjyku është pak, po tani kopësh. Se qështu është tash njëjtë Shaolin Gang projekti të përmëne. Kanë këtë juve para të kthejon pas. 6 vjet, 7 vjet, kur e kryut ju Shaolin Gangun edhe e bot albumin të cilin e shtrejtu me shpërndajtëm. Po, të lullunishin. Po, të lullunishin, filloj edhe u kritiku rryma që ju jeni ty e bo. Tash, New School erat, jënë duke e kryu një farë loj rryme të njëjtë me t'juve të cilin e keni pas plasu në treg. Normal, kjo është normal që gjinja inspirohen të na pa mos gjithë që t'janë inspiruar, edhe it's okej. Në gjdo aspekt do me thonë janë inspiru, si në tekste, si kejtë. Se kjo ka, kur ka dollë të lullunish, jo konë diçka e rej për më njëherë. Jo e nime, jo e bome, s'ka pos tekstet jënë konë next level, ma mos t'foli edhe për soundin që e kena, aje nuk diskutohet. Ato për reni gati shumë soundi. Do me thonë blonte, jo këtu specialiste. Mario, Florenti, jena ekipa. Jena në ekipe madhe që njerës po punojnë shumë, gjdo detaj është i bom perfekcion gji. Me blontin problemi jonë maj madhe, kur do në ardhë në emision është, kur më thot, papush, se pipin me CD-a. Ha? Pse për vjen gjine me CD-a? Edhe unë i thom, jo, së është e vërtet kjo prapë të do gji, unë e di këtë punë, po së është e vërtet, po nivelli i zonit, dhe specialistit... është ngritur lartë pare. Pare, lartë. Në gjendë. Gji. Me USB. Ja, asë një. Nesh njena.
Ollin është shpin. Shkoj me pyetjen më mirë, sa po i merrni komentet si negativisht, si pozitivisht në ndikimin e juve. Komentet në rrjetet sociale, në TikTok, sepse ju jeni shumë aktiv. Na jeni aktiv në TikTok shumë. Edhe te shqiptarët kur s'ju bjen fija ver. Ti mundesh më kon djali i mirë, apo të shohim se je djali i mirë. Thojnë ky kalu. Ose thojnë për shembull ti del diçka e bën një sallë të çon te hoxha. Ose për shembull ti del ç'a dush ti me dal te publiku shqiptar, apo kupton gji kanë me shoh ose kanë me pas kritika. Atë gjithë kemi kritiku, kemi kesh kuptu çdo aspekt, kështu që mendoj që artisti veç duhet me bo ato të vetën edhe mos me këshyr fort komentet, na se këshyrën atë. Cila është arsyeja që bën video çesharake, komike, që kanë ndoshta brenda, po them edhe sarkazëm, zhit. Po unë kam qef diqysh me thjesht për aktrim publikut, e kena për qef e bujna, unë kam qef edhe jetë në reale, jam diqysh ashtu dhe vetë. Ko qagji? Po, edhe kështu që unë këtu, nuk është që këtu i bëj për qefi diqysh, atin. Edhe njerës për i pëlqen, kështu që në regull është. Jo e tregu që keni me ardhë me një album të tretë. Po, Tululu Treshin. Dhe sa mora informacione, në Tululu Treshin, ju nuk keni asë një bashkonim. Po, paka shumë Tululujat s'mojna bashkonime, fakt. Jo. Tululujat, asë njoni s'ko bashkonim. Po, por pse është kë regull e juvja rules që e keni në... Nuk është një farë dishka shumë e modhe, po thjesht kena qef. Buj me ta thonë që qysh është next level edhe është diçka personale e jona edhe është next level edhe muzika edhe tekstet edhe paka shumë. Më nështë talës nga ka përshtat dhe ishta është dikush 100% që me hi që ashtu në qatë vibe Shaolinit. Që e tha blondë. Aten se na jena Shaolina aty e kena botën tonë na me këtë gjia veden e kena fjallë tona, lafet tona. Okej. është pak më speciale. Edhe une nuk jam njeri, adin kështë që jam reptil, jetoj, adin, jam i vetë me kësi planet, adin këtu. I fundit, po më nëjë. A janë ty bo muzikë të mirë gjenerata ju? A janë ty bo muzikë të mirë një gjenerate juvja e muzikës ajo? Që du me bo një pyetje. Pa kove të fundit nuk ka pas diçka produkt mirë, sa kom dëgju përgjithësi. Po diçka të mirë, sidomos kur po mundohen kejt me bo komerc, jasha, qështu, që aty kejt mo për lesh për shkojnë. Nuk ka pas diçka kove të fundit, bukon si ma janë lodhë, diçka po mundohet. Tregu i gjeneratës t'ju, po mundohet me metë edhe relevant treg, halo. Se shqipni. Po mirë vesh. Së di shta shumë. Po fell kesh kjo pytje. Së di edhe. Okej, do në se dini. Ikim pytje zjedër, okej. Pse ju kanë kritikua atëherë që është muzikë amerikane dhe jeni ty e vjetë? Së është e vjetë, është si me thonë, këtë hip-hopi edhe shqip atër i vjerë me koni vjetë, që është muzika, dhe në zhondër, që me thonë që është për para, dorën zemë. E kjo Shaolini tash është tjesht për para, se në s'ka kërgjë ma shumë. Okej. është para kohës. është para kohës gjithë, dhe njerës normal e kesh kuptojnë nëse e marrin ma ndryshe që tash e duhet paka shumë kohë me hecë, për me kuptu të ana hecë. Qa ka ndodhë? Okej, apo i mungon muzikës tonë rivaliteti mes njëni tjetrit. Në klapa, si disat që jën kona? Si disat që jën kona, në klapa, sepse shumica jën bo vlazën edhe kanë raportet mirë me njëni tjetër. Po raportet si kanë mirë, e veç bojnë kështë që jën vlazën, po qëra, ajo mirë me kanë për shemë, që ashtu? Jo, si kanë mirë. Ja, brej kanë mirë. Ja, kur kush si ka punë mirë, në një tjetërin se... Për e me? Po jo, kjo është e vërtet, to e din kejt, e din edhe ti. Jo, më unë e di që i kanë punë të mirë, a? Sa, për tim, s'po di që me thonë këtë, pasha s'po di. Okej, si po... Normal që... Okej, sa po i mungon për pyetja, që ndrojmë për pyetja, sa po i mungon rivaliteti? Po që atë ma hu për dojë, qëre, loja ma najs kër ka disa, është ma fresh, është ma speciale, ma interesant bëhet, a kove të fundit është e vërtej që po thuje buzi vlezën, edhe nuk po, nuk kanë rivalitet mes qëni tjetër. Edhe kjo puna e di se du të më konë, adin dhe i dikon, ashtu që më konë pak... Jo më të pru. Jo më të pru, apë dhe më konë pak ma... Qka quhet jo më të pru? Po, ma artistike më konë gji, jo më marë shumë personale, jo më shoh shumë ekstrem, me hi në ekstrem fell, dhun,
Me ka përcy ma edhe se kjo është me thonë muzikë, na e bojna për shefi dhe rivaliteti edhe politika po shanën me veti, përsa të nditu në mëtën të usha, edhe ata tjerë shanë, kështë që adin është, që me thonë, nëse është adin e mesme ashtë që thonë, është okej. A i kështë bot disë për momentit dikuj që menon se e lypë, Allah? Të dëtë bashkë, do me thonë... Jo, në ashtash momentalisht... Në stilin Shaolin Gang. Se stilin Shaolin Gang, babi jem qas chill, qas i relaksum, baba do me thonë, nuk përsha kërkan, do me thonë, heq. Po na i njoj i ri mu që me avsha juve në kong, jo Shaolin Gangu, jo kështu, jo ashtu, jo. Se mja nis... Sport i jambës. Ja, nuk... Na kena respekt për kejtë gji. Edhe këtë nga dojnë, edhe 30, edhe 10 vjetër. Na jena njerë që inspirujnë a generata, edhe të gjithë jam. Po dhe... Du ta kom inspiru që 30 vjetë, e më lështu të inspiru generata. Po bravo, vedin. Adin është diçka... Që janon sa hiti pa vdekshëm, sa... Edhe plus, sa klasika. E tash, unë nuk muj me bukë si se sanë, unë jem për me inspiru, bab, me qitu për para. Me të thonë, hej, qështu bëhet, mësaj e graja, vedin. Okej, shkojna me blokën e partë marketingu të kthehemi pra. Një falenderim i veçantë shkon për ju që jeni pjesë e familjes së Enzo Atinit për syze, bijuteri dhe detajet e tjera në showroomin më të mirin në qendër të Tiranës. Sheshi Wilson, Enzo Atini. Duke shku në futbol, ujke për të pi. Në emision, ujke për të pi. Në vrapim, ujke për të pi. Në sportet të ndryshme, ujke për të pi. Edhe ku t'jen shpe, ujke për të pi. E uj më i mirë, uj Selita. Për ty që guxon, she larg dhe beson, dhe ki kujdes për lëkurën tënde dhe shumë qka gjeni vetëm në Beu. Me kualitetin 100% original është Muscle Gain Albania me suplimentet të cilat i ka, me showroomin më të madh në Ballkan, Muscle Gain Albania. Just Cavalli, brendi italian i cili tashmë është edhe në Prishtinë, më saktësisht tek Prishtina Mall, original 100%. Muni me hi me kliku edhe në faqen e tyre të Instagramit dhe të bëni porosi. Just Cavalli. Pija energjike e prodhimit vendor është kjo Golden Eagle. Eagles Fly Golden Eagle. Problemi më i madh në një komunitet janë mbeturinat. Zgjidhja dhe zgjedhja më perfekte dhe ideale është sistemi mbeturinav Capella. Lavender Clinic, klinika e cila ta rikthen vetbesimin, si për flokët dhe si për kirurgjit plastike. Është kjo, Lavender Clinic në Tiranë. Slogani më ideal, i cili përshtatet se cilit prej nesh, është unë buzëqesh me Dentalmed Austria, për një buzëqeshje perfekte. Dentalmed Austria. Bli online në website-in ton enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik, tek Sheshi Wilson, Tiranë. Duke filluar nga 20 euro në muaj. Një gjë është e sigurt. E ndjek modën apo nuk ja var fare. Ngre 10 apo 100 kg. Ujë ke për të pi. Ke kosat duash, apo s'ke fare ko. Ta knaj shpirtin të lavaja, ose muzika elektronike. Je nga veriu, apo nga jugu. Uj ke për të pi. Ajo çfarë dua të them, është se kur të pish ujë, pi ujin më të mirë. Uj Selita, për të mirën tënde. Për shefi, si sot një Golden Eagle jam tu i pi, po mje pa adrenalin.
energji. Hej shok, rritja zonin. Pije, pije me uksu, për me festu. Pije, pije me dashti, se mot bir nuk i. Pije, pije me uksu, për me festu. Pije, pije me dashti, se mot bir nuk i. Elshon Ler e drejtën kontinjer. Kapela Kosova. Je lumtur? Shumë. Përshëndetje, neve të tregojmë një Mund ta pusësh nusën. Me Dental Med Austria. We could go ban for ban. Fuck that, we can go M for M. Mama got a body like Kim and them. Mama been killing that gym. We can go watch from chain to chain, the rings on him. I done got rich, but I'm still with this shit, land in London and go to the ends. E para dhe vetëm në mënyrë organike në Ballkan. Por i kthim në pjesën e dytë marketingut, edhe kam shumë kënaqësinë time që përballë meje janë Shaolin Gang, legjendat e muzikës shqiptare, klasikët. Po më pëlqen muhabeti klasikja. Po çaja është që met për jetë. Edhe si artista nuk ka shumë, s'kan me pas shumë që bojnë klasik. Se a vetë vazhdu muhabeti më arshëm. Ju e tregu që zhita e ceki ka inspiru gjenerata, janë rri gjenerata, duke përfshi edhe vetën se une jam gjeneratës 95. Edhe jemi rrit me kongën normal e juve. Edhe, po për inspirimin, po se klasika, që thash më na kena shumë klasika, edhe ato nuk mund gjithë kush me bu, çdo artist në botë, përgjithësi, çdo artist në botë po folje, veç të na shqiptarët, e dëshiron që ato, me pas nesër. Me inspiru. Jo, me inspiru, po me pas klasika, me pas kom, pa vdekshme gji, me pas hite, evergreen që i thot. E duke e cek këtë pjesën e klasikës dhe inspirimit, a keni mendu për me bo një koncert juvin personal, që miftu edhe miq të cilët i keni pas në për bashkëpunime. Po, na kena punu me Kate Stradën, vazhdojnë atë punojnë, vishte Shaolin Gang, është pak ma, ama normal që kishim pas dëshirë me bo një koncert ma, ku i knojnë aki kong, PNR-av, deri te Shaolini. Bashkë me fitat. Një revolucion një malë që për këtë blonde, adin para mënu PNR-av, deri te Shaolini. Qfar, do me thonë, qfar kohë, po pëse se bani? Nëse keni... Po, ndërkohë... Jo, jena... Sështë që nuk e... Po, se kemi folë. Këshim bua, sështë se këshim bua. Se nuk keni në menagjimin e juj,
artistri. Po, problemi është gjithçin Dr. Dre, më fal. Po. Dr. Dre e ka Kendrick Lamarin, i cili përmes një disit ka fituar edhe Grammy në Amerikë. Ka bot dis, edhe është cilësu si... Po dhe ka bo hitin më të madhin, që është cilësu si njani prej disa më të fort që ka ndodhë në hip-hopin e Amerikës. Nuk është që neve s'na intereson kjo kur të gjena një artist që na pëlqen edhe kena energjinë e mirë me të dhe ajo po mund mëhet. Po. Aty nuk është jena të hapën për atë. Po, mërë, na gjithmonë edhe na kena qitë shumë artista. Normal. Nuk është që kena pas në vete, por kena qitë plot artista në skenë. Pse ka mungesë të vajzave në industrinë e muzikës? Pse s'po dalin të reja? Kjo është pak pyetja e thellë. Kur të këshirësh me menu normal, s'ka, është vërtet, ose për shkak në reperi, që më thonë është shumë e fortë, diçka speciale. Unë nuk kam një, adin. Ose janë gjys, adin. Po, ku me ditë, mbarët inspirimi, mbarët sa njerëz dojnë me ja për këtë punë, adin. Cili është momenti ma kritik i Shaolin Gang, edhe a keni menu me lanë për gjithmonë muzikën? Po jo, njerë se Shaolin Gang jena alo, na jena shtashtu e po albumin Tululu 3, edhe sigurt ka me konë Tululu 4, 5, sigurt masa ne s'dina. Bakis jena mo t'inspiru, më sëmbojna mo elona me qash, ku e di që ndodhë. Normal. Amo me Shaolin ka me vazhdu. Po. Nëse s'bëni muzikë, me çka jetoni? Na mirëm, na e kena qëre, sa i përket mas pare muzikës, na kena katalog shumë të madhë, muzikës. Okej. Na dhe me thonë kongë tona, nëse folë veç për muzikë. Të na bojnë edhe sene jashtë muzikës, edhe jashtë. Po sa i përket muzikës, na kena katalog shumë të madhë. Edhe, a din sa herë ka ndodhë kur na i kena, ose haloj shesën kongët, me drejta, për filma, shumë shotën, ka pas na kanë marrë VVS-in për marrë shembull, a di që është seria që është në Hollywood, për marrë shembull, Law and Order, që është me Ice-T-në. Po, aty o dalë. Ajo. Shumë ata na kanë ble VVS-in. Nice. A vëdin se u dalë në film. Për marrë shembull, e tjera. Tani, e kena TikTok-ën, e kena shumë aktiv, në aktivi, jena të monetizum TikTok. Po merret pare për TikTok-ut? Po. Nëse pas nga 2 vjeç. Merët pare, që është merët. Ba, bukur është. Një diçka e veçantë është që e keni qitë këngën, është singulli i parë Rick and Martin. Po. Cila është arsyeja që ja keni lanë Rick and Martin? Po Rick and Martin 2 shkencëtarë. Bash. Si unë e Zhita. Po. Edhe ata janë që ashtu special si nga në Meku me konë. Okej. Edhe përmenet Rick and Martin këngë, thët Rick and Morty 3 PM o Kimi. Edhe përmenet që aja edhe tani kena vendus mi alone emrin Rick and Morty. E tash jena të e qitë singlin e dytë, se kena qef mi qitë kongë, s'kena qitë do muj kongë, kena qef mi qitë kongë dhe ka një shtu që do muj. Me videoklip? Jo, pa videoklip Pa klipe? Po videoklip njerë, me qitë tani mja gjujt me klipe edhe me qitë dhe gjysën e albumit. Dhe në me qitë dhe singla njerë qëto, se kena nevoj me qitë. A dhe vish me qitë. A keni me qenë prezent në për neja sy vjetë verës? Po, nuk e tina fort, nuk e tina, se na nuk shkujnë edhe loj neja gjia, dhe na nuk mujna më me shkujnë me performu shaun shisha bara, ose në vene pak ma, avden, s'mujna bash ashtu me avu. Okej. Pak me zgjell. Ej, para se me vazhdu me një game, ha? Okej. Se si një martu vezi? Ja, këtu atë Rudina Magjistari, po duhet vetja që atë miri e bra, fakare je, që është këtë pytje. Loja orë me repovatë të gji, kjo dhe që qeni martu, një e posh lafimi. Di që gejtë, loja është kush e ka gjoksin ma të bukur në stradë. Vazhdojmë, pra, kjo është pytje sa. Kjo është pytja për mu. Tani ke goditur. Loja me cicën ma seksi. Cicën ma të mirë për mu e ko enca. Ja. Okej. Era Elvana. Era. Okej. Era Gjensila. Era Gjensila? Gjensila. Gjensila. Posë në gjysë, Gjensila. Gjensila Loredana. Gjensila.
Gjensila... O, të fitu që kjo diçka. Gjensila... Altuna Sejdio. Gjensila. Apet. Ja, për të kej tipës gjellë. Unë zë të shgjellë, e thashën e kryesorën. Gjensila... Kësë e Jencën. Gjensila Dhurata Dora. Gjensila. Gjensila Enca. Enca. E jo Bil, shona e qatë bit. Tita Enca. Dy super prototipa, dveçan stilin e ty. Njani flok gjatë, e tjetri maska. Është super krasi që sonte për qefit ton e prezentojnë kongën e albumit të Singlin e Tululu 3. Single Tululu 3 ku Maska. ekskluzivisht për neve Maskat. Legendary. Zhita edhe Baba Konga, Blunt, sot Shaolin sa po Gang. ka dalë. Po. Heni klikone. E keni në Keta, YouTube, keni në Spotify, YouTube, baby, gjithka. meritëm i kishe. Let's go. Shaolin Gang. Brrrr. Moska. All my bitches got Mosca, we're doing cake. All my bitches young bad, they scream to shake. All my bitches got ice, the free is gate. All my bitches young high, Wow. snort yay. All my bitches got Mosca, we're doing cake. All my bitches young bad, they scream to shake. I love it. All my bitches got ice, the free is gate. All my bitches young high, the snort yay. Chippy, I'm a fat, my bitches are so fat. Astin pizza sats, vlen kreveta shver racks. Tisha prishi checks, tisha hajgje bands. Astin pizza sats, vlen kreveta shver racks. Hiri jam halo pa checks, the latest bands, bitch. Kartel kan bashkë po bjen, veç shkrim të spend shit. Ka ma plug për salogjet, te dira vjen, bitch. Jema plug nuk ko klient, ja blijem kej shit. I pull up many Chevy, my bitch po doket classy. I pull up Jeep, I ferry shiny, drit. I pull up vesh love it. Fendi, my bitch a drunk me Henny. I pull up Jeep, I ferry shiny, drit. All my bitches got Mosca, we're doing cake. All my bitches got bad, they scream to shake. All my bitches got ice, the free is gate. All my bitches young high, ring to snort. Bravo! All my bitches got Mosca, we're doing cake. Cake. All my I bitches love young it. bad, they scream to shake. Çfarë All my serni? bitches got ice, Baba the Blunt free and is shit. gate. All my bitches young high, ring to snort. Smoking Girl Scouts, jem të një na me kjan. Ora jem, s'ka dësat, vin, let's vin. Find my girl, rin to drive with my girl, me për mas. Yes. She's scared, kur bërtas. She loves when we shop like no. Smoj me full, oh yeah. Rich Amili, it's so cool. Bje bor, yeah. Smoj me ta dhëndorën, a unë ta pëthos, yeah. Switching nose, për natë për zamrë, so jalldo, yeah. Like, barke nja ko mush me hapa. Diamonds të qafa, fër të njok në qonta YSL. Në shamia si Osama, vipi bombo Osama. Jeshi bo ma lërë dhe në të All my bitches got Mosca, we're doing cake. All my bitches young bad, they scream to shake. All my bitches got ice, the free is gate. All my bitches young high, So I mean- All my bitches got Mosca. All my bitches got bad, they scream to shake. All my Shaolin bitches Gang. got ice. All my bitches young high, ring to snort, yeah. Shaolin Gang 2025-2026 Tululu 3 Legendary primi e meritoni Shaolin Gang ju urojna një natë mirë e urojna që keni me shiju këtë super performance ekskluzive. All my bitches kanë Moska. Natën e mirë e shimi javës tjetër. Baba Shendi. Brrrr, bra Tululu o Molli 3. Ky emision mundsohet nga Enzo Attini, Uj Selita, Sistemi mbeturinave Capella, Golden Eagle, Dental Med Austria, Beu, Gjyst Cavalli, Muscle Gain Albania, Mates, Lavender Clinic. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik, tek Sheshi Wilson, Tiranë. Duke filluar nga 20 euro në muaj. Një gjë është e sigurt. E ndjek modën apo nuk ja var fare. Ngre vjet
apo 100 kg. Ujë ke për të pi. Ke ko sa të duash, apo s'ke fare ko. Ta knaj shpirtin të lavaja, ose muzika elektronike. Je nga veriu, apo nga jugu. Ujë ke për të pi. Ajo çfarë dua të them është se kur të pish ujë, pi ujin më të mirë. Ujë Selita, për të mirën tënde. Për shefi, si sot një Golden Eagle jam tu i pi Po mje pa adrenalin Vapën më nalin E kom lel krejt shoshnin E ka pa mikrofonin Jo mush energji Hej shok, rritja zonin Pije me uzu Për me festu Pije me dashti Se mot bir nuk i Bir nuk i Elshon Ler e drejtën kontinjer. Kapela Kosova. Je lumtur? Shumë. Përshëndetje, neve të tregojmë një Mund ta pusësh nusën. Me Dental Med Austria. We could go ban for ban. Fuck that, we can go M for M. Mama got a body like Kim and them. Mama been killing that gym. We can go watch from chain to chain, the rings on him. I done got rich, but I'm still with this shit, land in London and go to the ends. E para dhe vetëm në mënyrë organike në Ballkan.